Përfaqësues të Miftinisë Shkodër dhe të arqipeshkvizëve të komunitetit Refaj zhvilluan vizitën në kishën ortodokse ku uruan për festën e Krishtlindjes. Gjatë bashkëbisedimit me drejtuesin e kësaj kishe, atë Aleksandër Petanin, ata evidentuan dhe njëherë rolin që ka luajtur dhe vijon të luajë komuniteti fetar në Shkodër për forcimin e harmonisë dhe respektit të ndërsjellë mes besimeve dhe të gjithë qytetarëve. Në emër të Miftinisë së Shkodrës kam kënaqësinë të përcjell për të gjithë besimtarët e krishterë urimet më të përzemërta për festën e Krishtlindjes, në një kohë kur ndasit, tensionet të ndryshme, konfliktet po e torturojnë njerëzimin, uroj që në këto ditë festash fetare, por në të gjitha festet e tjera, të sjellim sa më shumë paqen sociale e dashurinë, por një të në kohë dhe bekati për çdo familje shqiptare dhe për mbarë shoqërinë botërore. Sikur se urojmë që fryma, qasja, mirëkuptimit, harmonisë, kësaj bashkëjetese të shkëlqyer që ne e gëzojmë falë Zotit, duhet të jenë themel i jetës tonë të përbashkët, por edhe i bashkisë tonë të përbashkët. Gëzuar Krishtlindjet. Në emrin e arqipeshvit, Monsignor Gjovanit, ju bëjmë urimet e përzemërta vëllezërit tonë ortodoks, gëzuar dhe përshëmot festin e Krishtlindjes. Kjo fest, ky mister na kujton atë vërtet të Zotit, i cili me mishnimin e vet është bërë njëri dhe ka marrë përsipër natyrën tonë njerëzore. Tu i marrë përsipër dobësitë edhe mëkatin njeriut, edhe tu e shëlbu njeriun për mëkatit. Kjo fest na kujton dy gjëra: dashninë e madhe që Zoti ka për njeriun, dashninë e tij të pakufishme, por mi gjitha dhe përvojtnin dhe thjeshtësinë e tij. Ajo çka njeriun e bën të mirë, e bën të bukur, nuk është krenaria, as arroganca, por thjeshtësia edhe përvojtnia. Prandaj urime e përshëmot këtë festë, ditën e Krishtlindjes. Në emër të komunitetit Refaj, urimet i përcjellin Shën Sadetin Kruja.